Dhe ku ndodhi kjo situatë? Zëtë se, kjo situatë, sa herë bjeshi, këto problematike. Kjo është ujë rëmbyshëm si që shifni vetë. Ky dhe me rëmbim, nuk ka ujë qetë, se për e pritë të për shembull, po i vej diçka. Kanë erdhë, e kanë pa. Bilet më kujtohet para 1-2 vjeç, erdhën ato të bashkisë, edhe kishin fut ekskavator këtu, i thash pse keni fut në këtë formë? E më gjashta është dhe më na dhonë dhe në men, po jo thash men. Sa i si bano, ai e di ata vrullin ujtit këto, edhe ata mënyra se si komandohet ujti. Bo shkollë sa dush, ujti nuk do shkollë. Ujti do teknikën. Sot ka kriju probleme si sot është përzullu fshati komplet. Shefti, rrug makinën kam sot dhe të hysh anej. Ai nuk është kalim ajo. Sot janë këtë makina dhe më thonë, kush e ka pas në zjerë herët e kanë zjerë, po kush e kanë zjerë po do hecim, disha kallim se ime njerëz. Sa banor janë bllokuar? Sikur këtu një fshat është, këtu janë rreth 70 shtëpi. Asnjë lloj lëvizje mas ikra nuk ka. S'kan ka dalë. Nëse do keni probleme me smur me kështu, si do ja boni? Nëse do kemi probleme me smur, do ta bëjmë kraq ose na lihen tjerë, ose do ta bëjmë me kraq, rrugë tjetër ka, ose me hedh në ujë. Çka do bëjmë? Është keni çuar për shkolla? Po sot po kanë hik, po mund të kenë dalë një, po s'kan dalë, s'kan pas kam me dalë. Se ujti ka ardhur herët. Unë kam pas dalë më herët, a kupto? S'kan pas kam me dalë, më thonë ata që është, nuk kanë pas kam me dalë.